Pasi kaluan në kuvend 5 interpelancat e antarëve të Këshillit Gjyqësor, VMRO tani kërkon dorëheqjen e tyre. Deputeti Antonio Miloshovski përmes një statusi në Facebook thotë se ata persona më nuk kanë legjitimitet demokratik për të punuar dhe për të sjellë vendime, dhe se dorëheqjet e tyre janë hapi vetëm demokratik që e kanë në dispozicion. Ai theksoi se fakti që deputetët e LSDM-s dhe BDI-s nuk votuan për interpelancat tregon se instalimet të kujt janë antarët e Këshillit Gjyqësor. Instalimet e LSDM-s dhe BDI-s në Këshillin Gjyqësor kanë vendosur që zgjidhja më e mirë për ushtrues detyre e kryetari Gjykatës Supreme të jetë Xhemail Saiti, gjykatës që ka lidhje të ngushta me udhëheqësinë e BDI-s. Në të njëjtën ditë, për gjykatës në Gostivar është zgjedhur Leonora Jakupi, vajza e ishte antare të Këshillit të Prokurorëve i Xhet Mehmetit. Para vetëm 2 vitesh, bashkëshorti i Leonorës, Ilir Jakupi, ishte zgjedhur prokuror publik në Prokurorinë Themelore Publike në Gostivar. Akuza për kapjen e gjyqësorit nga pushteti i kaluar vjen edhe nga Vlen. Sipas koalicionit, antari i Këshillit Gjyqësor Selim Ademi është i përfshirë në skandale si Target Fortesa, ndërsa miku i tij Enver Bexheti që shpëtoi Sasha Mjallkovin përfundoi në listën e zezë të SBA-ve bashkë me Artan Grubin. Të njëjtët për të cilët të poqan BDI-ja e mbajtën pengë drejtësinë, emëruan kuadro partijake dhe heqtën derisa shqiptarët u përjashtuan me parimin Ogurzi. Me një prokuror më pak shqiptar nuk shkohet në xhenet. Këshilli Gjyqësor dhe i gjithë ai grup që është ende në pozicionin e tij e kanë shkatruar besimin në drejtësi, duke e ulur atë në vetëm 2%. Një ditë më parë, deputetët e VMRO DPMN-s, Vlenit, Snamit dhe Levicës votuan për interpelancat e 5 antarëve të Këshillit Gjyqësor.